Tash mu kallëzua ku jam. Vetëm se s'kam qitë zurë më shkëni jashtë, se ndë me thanë e një jetën teme, dikush më qua prapë në rollercoastera s'ka me mujt, x-parit. I kam pru fmin dhe me happiest place on earth, 15 njerëzit, in Disney World, e mëra, pika mëra. Në jetën teme s'kam hipe në rollercoaster deri sot, e muni mu garantua se kur ma sot jam gjallë s'ka me pa kush ka hipin ta. Enjoy Disney. Kanë dalë të rinë pa fund, prej Gudetit, shkolla dhe bëjnë sport. Një nga gjërat që më pëlqen shumë në Spanjë është që në Kopësht, dhe unë kam pasa marrin këtu 2 vjet e gjysmë Kopësht, i edukojnë me sportet të ndryshme. Dhe prandaj këto janë punë që kanë trup shumë të mirë, janë shumë vital, janë kreativ, edhe shumë energjik, do të thoja. Dhe nuk shoh asnjëherë të rinj që të rinë me celular në dorë, shife sa të organizuar që janë. Është plotë për plot breakdate me të rinj që bëjnë sport. Tash në kohën time, se unë 85 jam, apo 86 more jam. Unë kam kap kohën kur dilni me kilota të zeza të vogla dhe me bluzet bardhë, dhe orën e parë të mësimit e kishim fizikulturë, nuk e di ndodhi më kjo në Shqipëri. Po, mendoja që vitin tjetër, shtatorin tjetër, Amari është 6 vjeç dhe do hyn klasë parë. Dhe sigurisht që ka fillu që tani shqetësimin që shkollë do t'a fuzë, dhe sigurisht që dua një shkollë pa iPad, pa celular, pa teknologji shumë të lartë. Dhe doja një shkollë pak arkaike, kështu old school, që ka fiskulturë, që ka sporte, që ka muzikë, që të rritë kreativitetin, të rritë energjinë, edhe në fëmijë të lirë që të shkojë drejt motive që ka. Se teknologjia tani po i pret këto rrugë dhe po i bën fëmijët përtas, dhe jo vetëm fëmijët pak, po dhe ne. Memoria na ka lënë sepse kemi celularin dorë të gjithë. Kështu që na duhet e klikojmë dhe e gjejmë dhe nuk kemi nevojë ta mbajmë mend. Dhe kështu do psohet memoria. A më sugjeroni shkolla të tilla edhe pse jam një vit para? Tani na e shpjego pak çfarë ke veshur më ta? Po fustanin, po na trego pak, po na e trego një çik tek fustani. Tani ajo pjesa e poshtme ti e ke improvizu vet, e ke bër vet kështu fundin? Po. Çoj pak fustanin ta kuptoj se si është. Kjo tutuja jote? Shifen. Okej, se na dolën gjonat e brendshme. Rrotullo. O zot sa e bukur, o zot, duke shumë e bukur. Kujdes se do të merren mend. O, senjush. Unë falë që s'ta bura mirë, okej, u bëra pak me nerva? Ha, s'ta vendos mama. Yll, e bëre yll. Ha, e ke vendos mirë? Mata mamit po i bën një zemër. Ma trego pak? O, zot sa bukur mi mama, o zot sa bukur. Bashkë me mamën kjo. Bashkë me mamën? E doje. Kush janë ato të dyja? Mama. Po? Mama, Marta. O zemla mami, të dua shumë. Edhe kjo Wawa mi sy kjo. Wawa. Qosh? Wawa. Të them një gjohë. Më thuj, ha. Të them një gjohë aty të vishë. Më thuj një gjohë. Të them një gjohë të vishë. Ha, më thuj një gjohë të vishë, ha. Mira, bregut Cemit. Bravo.
Hajt, kallëzëm, çka je ty e shkrua? Jam të shkrua për Nana Farian. Hajt, kallëzëm, So çka? she grew up in Dinosh. Dinosh is a small part of Montenegro. She had 5 siblings, and their names were Midi, Nafi, Bisia, Brahi, and Shuchko. Next page. Her neighborhood was made out of mountains and a river called Sem that is still with us today. Her favorite song was a Albanian song called Moja Mira Bratkutsemi. She went to school in Dindosh until 4th grade because back then women were not allowed to go to school past 4th grade. And her favorite subject No, was you can't say all women. She was not allowed. Most of the women, but she was one of them.